në shpellën Hira, kemi treguar se i dërguari i Allahut her pas here vizitonte, shkonte atje, aty e gjete venti si ngushëllim për çdo telash dhe çdo fatkeqësi, apo bante ato vrojtimet, meditimet, i bante izolimin, vetmia, se ju bëj dashur tash vetmia, edhe normal nuk ishte i kënaqur me gjendjen dhe rrethonat që e kish kapluar me kën. Duke nis nga devimet më të këqija, sikur se shirku, politeizmi, vesët më të këqija që mund me qenë vetëm se ishin me përmosat mëdha, mbytja e vajzave, konsumimi i alkoolit, lloj tregtie me kamat, martesat ishin në format më të shëmtuara deri në punë më të këqija. E do mos duhet të ngritet dikush i cili ka me bërë reforma dhe ndryshime. Vetëm se Allah i madhruar e pat përcaktuar e kish para pregadit se vetëm se ky do t'jete ai i cili ka me sjell ndryshime dhe reforma. Prej këtij veni shpellës, që është shpellë e vogël, mirë po ka qenë e bereqetshëm me atë parcelën e vogël, mirë po pe këtu kanë me buru shpalljet hynore. Në moshën 35 vjeçari i dërguari i Allahut, prej aty dikun ka filluar me shku në shpellë. 3 vite, 4 vite, 5 vite aty dikun, në moshën 39, vetëm se para pregaditet një arë shpallja. Edhe e kanë përmend shumica dietarëve, autorëve që flasin për biografinë të dërguarit Allahut, se Allahu jo rastësisht këtë vend e ka zgjedhur me planin e tij. Nuk ka qenë ideja e Resulullahut. Ne kemi thënë se i dërguari Allahut çdo lëvizje, çdo hap, çdo qëndrim, çdo mendim, çdo paraqitje, çdo ofertë ka qenë në ombredhën e Allahut. Nuk ka bë vetë ju. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhamedi nuk fol, nuk tregon diçka, nuk porçon denisen nga hamendja vet, nga idejat e tij, po kreti illa wahyun yuha. Vetëm se ka qenë nga shpallja e Allahut. Çdo lëvizje, çdo hap, çdo shprehje, çdo urdhër, çdo pengesë ka qenë në ombredhën e shpalljes së Allahut. Edhe zgjidhja e këtij vendit, shpellja ka qenë në kujdesin dhe planin e Allahut xhaleshanu. Edhe ka qenë e para pregaditur që ky mo është duke u formuar, kështu që në moshën 40 vjeçare, ku thuhet se është mosha pjekurisë të njeriu, në moshën 40 po njeriu para 40 i ka kaluar shumë sfida, është ballavaçuar me lloj gjona, ky vetëm se përgatit vetëm dhe pjekët. Nëse në këtë moshë nuk pjekët njeriu, ky mo bet i dështuar për gjithë jetën. Mosha 40 vjeçare, madje thuhet se edhe shumica e pejgamberëve ju ka zbrit shpallja në moshën 40 vjeçare. Shkon në këtë shpellë për disa herë, derisa e ndjen i dërguar Allahut se ka diçka për të ndodhur. Edhe i paraqitet, sikur që është në hadithin e Imam Bukharit, i paraqitet një krijesë gjigante e madhe, edhe thot më kapi, edhe më tha Iqra, lexo. Dhe nga friga, edhe nga fobia, edhe krijesë gjigante, tash më ballafaqohet me diçka që kur s'është ballafaqur më herët. Edhe ky thot kështu nga instinkti këtij, ma ne bi qari, unë nuk di me lexu, ti po më detyron me lexu, po unë fare edhe i dërguar Allahut nuk ka ditë me lexuar. Mëse vërtet, për shumë urtësi dhe filozofi, pse i dërguar Allahut nuk ka ditë as me lexuar, as me shkruajt, se ndoshta po. Edhe sot e kësaj dite akuzohet se ky është autori i Kuranit. Ky i ka përpiluar, ky e ka shkruar. Ja, këtë arabët ka ditë se Rasulullahi a.s. nuk ka ditë me shkruajt, as me lexu, as nuk ka marrë pjesë në shkollë, as në fushnjore, as në për kurse, edhe i thot ma në biqari nuk di të lexoj 3 herë derisa e ka më fuqishëm, m'ja bo me di, hej, tash mo puna jote është shumë serioz. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lexo.
në gjuhën arabisht edhe në kuptimin e lexo, edhe mëso, edhe medito, edhe studio, edhe vrojtoj gjonat mirë, jo vetëm kalim ti kaloj, po lexoj me vëmendje, me kuptim, me koncept. Lexo në emrin e Zotit tan, i cili ka kriju. Tash mo japet horizonti Resulullahit alayhi salam. Edhe vazhdon 5 ajetet e para që janë vim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Studio në emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar çdo sen, apo e krijoi njeriu nga një pikë uji. Iqra, lexo në emër të Zotit tonë i cili është Akrem, është më bujari, më fisniki, alladhi 'allama bil qalam, i cili ky Zot ja ka mësuar njeriu lapsin, pendën, edhe mësoi ata që nuk dinte. Prej këtu ujtë mo ky mo është tjetër njërë. Prej tash mo pejgamberi e merë statusin pejgamber. Mo nuk o njëri thjesht Muhammed, jo vetëm Emin, po merë edhe disa status, një status është e nebi, mas taj është djajet e tjetër që obligohet me statusin ar-Rasul. Nebi është lejmëtari cili si dhe lajmët nga ana e Allahu xhaleshanu. Prej atë dit, më thot Sejt Kutubi, Allah i më shërof, më nuk e ka zonë gjumi asë një Resulullahi. Më prej atë dit më ka pos obligim dhe ka pos, nëse në leot si loj stresi, përgjësit madhe maj. Aj më nuk ka nejtë si njerëzit tjerë, aj ka përvjel kratë, aj më nuk ka pushu, nuk ka pos ko për relax, fare, aj ka pos tash një përgjësit madhe, ka larguar nga vetja ti plunin bisu për